Ne jetën po bëjmë shumë të keqe. Se nuk kemi as të ardhëra, as një burrë grua kemi në spital, se ishëm smur, kalamandi I lamë këshu dhe rrugët. Sa pike? 2 goca. Një kam 9 vjeç që ishë këtu klasë 3, njërën e kam në shkollë, ajo ati që ndjekin ato të ministrisë për gjuna. Vetëm e kam. S'ka. Ja, nuk I qojnë. S'kemi. Ne kemi në spital të dy, kështu hadi jemi të arë. Mirë një ndihmë ekonomike ose ndonjë përkrahje sociale nga ana e komunës? Më përpara ne merrshim për dashin në I preneve ato. Unë kam ndjeku këtena deri në Tiranë. Ato thonë që juve njiheshit me përkrahje sociale. I kemi pru deri atje, se kush e u merr nuk e dim. Deri ku? Edhe këtu në komunë që kam ato e kam kërkuar, ata nuk t'i japin rrugëzime. Thonë që nuk njihesh me përkrahje sociale. Cila ka qenë përgjigja e Ja, shumë të keq, janë shbjen dhe një I kështu për sevap. Komuna nuk ka dhënë asnjë ndihmë? Nuk ka dhënë. Ja hadi urdhani e shikoni e dy. Ajo shbije, ja shbije brendë. Ti shikoni ato pikatat, unë s'kam të hebe. Sa do? S'ke ishe, kësu ishe. Ishe... Po I meni dhe kemi për qara me dhe më lidhë dhe ndryllën dhe shtërë e bjerë. I ty e stafe që na... Në trektave që ti kërkojmë në ndihmë, ndaq për në ushqime, ndaq për në ndihmojnë. Jam e lekë borqë. I thash edhe yllit, unë aty kam dokumentat, a I thot jo dhe I stakona ndete. Firmat I ka hedhu për të kthehen. Lekë Unë I solla një bukë sezonje se kjo është në një gjendje shumë të merueshme në ku jetojnë ta, unë ka sollën e kam më të mirë të Lopës se ku jetojnë ta. Me një shtëpi me plithar, që I themi ne, me plithar. Qa bie jashtë, futet brenda. Këta jetojnë në një gjendje s'ka mje. Prandaj çdo I bëj thirrje unë kështu, ndaj donatori, ndaj biznesmeni të verin. Deri jo një. Deri jo, po s'kam buk, ja, rasia, kjo unë po I bje një buk, tyre, që të shtojnë. Se tani se ta ka dalë nga spitali. Dhe përfitoj nga rasti të falenderoj doktoreshin Irmën Lushje, që I ka paguar nga xhepi I saj për analizat që e mbajti në spital. Irma, e mbajti një javë, e mbajti me ilaçe me gjera. Sot nesër ky ka për të marrë ilaçe, nuk ka me se ti marri. Nuk jetohet me kanace duke futur dorën në për kazanat dhe në për plerë. Nuk është jetë jo. Shqyrë Zotit kjo fëmiti ka 2 vajzat të shkëlqyra me nota. Vetë ministra e mori me 10 e mori në shkollë. Kjo s'ka që të japi. E mori në shkollë, I deri kërkesi, qau hallit, e mori në shkollë. Prandaj për këte familjet të vend në dorë. Dhe një për them, nuk jetohet me kanace. Po, e ndihmo, kush I bie në jep, po I bie në jep për ndim se kjo nuk ka. Lopa do para 1 milion asaj që të blej. Nuk blen dot se s'ka para. Nuk ka të blej një paracetamol për temperaturë, jo të blej një lop ose një diçka tjetër. Prandaj them që të vend dorë në zemër këta. Po, të që e ndihmoj dhe I bën analizat me lekë e saj, e ndihmoj dhe me se si ky shtek, e ka ndihmuar shumë ajo të koresha. Se këta s'kishin as si kacide. Ku I thonë asnjë. As si kacide. Prandaj të vend dorë për këtë familje. Nuk jetohet kështu. Me plasmas, çati me plasmas, 25 vjet demokraci. Jeta fati e soti kështu. Se kjo nuk ta familje punëtore, jeta fati e soti kështu, ai smur. Ço. Të bravo kjo ati pamës,
Se rojnë disë furë, mishe i kënë dhima.